إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Lavdërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, vetëm atë e falenderojmë dhe ndihmë e falje vetëm prej Tij kërkojmë. I kërkojmë Allahut na mbroj nga veprat tona të liga dhe nga të këqijat e veteve tona. Atë të cilin Allahu e udhëzon nuk ka kush ta humb, dhe atë të cilin Allahu e humb nuk ka kush ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut Azza wa Jall, I cili është I vetëm dhe I pashoq, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar walillahi alhamd. Të nderuar vëllezër, disa persona të cilët Allahu Azza wa Jall na ka përmendur historitë e tyre, tregon që Allahu I ka ngritur këta persona në këtë botë dhe në botën tjetër, për shkak se këta persona kanë sakrifikuar për hir të Allahut Azza wa Jall. Këta persona kanë dhënë dhe kanë marrë atë shpërblim nga Allahu Azza wa Jall që I ka bërë që ata të përmenden gjatë gjithë kohrave. Për këtyre personave është Nuhu alayhi salam, I dërguar I Allahut, I cili sakrifikoi duke thirrur në rrugën e Allahut plot 950 vite. Po, 950 vite. Duke thirrur popullin e tij që ata të besojnë, duke thirrur popullin e vet në Islam, që ata mos të adhurojnë tjetër veç Allahut Azza wa Jall. E me gjithë këtë thirrje që bëri Nuhu alayhi salam, që e thirri popullin e tij, nuk e besoi atë veç se një grup I vogël, tepër I vogël nga populli I tij. E si pasoj, Allahu Azza wa Jall I shkatroi të gjithë ata të cilët nuk e besuan dhe e shpëtoi Nuhun bashkë me besimtarët që ishin me të, dhe prej tyre bëri që të vazhdojnë njerëzit, të gjendet njerëzia mbi tokë. Prej profetëve të tjerë të cilët kanë sakrifikuar dhe kanë marrë shpërblimin e sakrificës tyre është Jusufi alayhi salam, I cili u fut në burg pa drejtësisht. Kaloi vite të shumta nga rinia e tij në burg. Kjo për shkak se ai nuk pranoi që të shkel nderin e tij. Nuk pranoi që të shkel dinjitetin e tij. E si pasoj, Allahu Azza wa Jall e lartësoi Jusufin alayhi salam, I dha atij pozitë shumë të lartë. Po ashtu prej këtyre profetëve është Ibrahimi alayhi salam, babai profetëve, I cili ka bërë një sakrificë tepër të madhe, sakrificë që nuk e ka bërë dikush tjetër para tij, as kush tjetër pas tij. Ibrahimi alayhi salam arriti një moshë të madhe, moshë të pleqërisë dhe nuk ishte fëmijë. Dhe I kërkonte Allahut Azza wa Jall që t'i jepte atij fëmijë, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e furnizon atë me një djalë, të cilin e quajnë Ismail. Të dashur vëllezër, Ibrahimi alayhi salam është babai profetëve. Është I pari I atyre personave që thërrasin në njësimin e Allahut Azza wa Jall. Ibrahimi nuk ju lut as varreve, as burreve, as njerëzve të mirë, por se I lutej vetëm Allahut Azza wa Jall. Dhe kështu duhet jetë çdo besimtar. Lutjet nuk I dedikohen as kujt tjetër veç Allahut Azza wa Jall. Tham që Allahu I dha Ibrahimit një djalë, dhe Ibrahimi ishte në moshë goxha madhore. Edhe imagjinojeni se sa I lidhur do ishte ky prind me fëmijën e tij. Çfarë dashurie kishte ky baba për fëmijën e tij. E më pas Allahu Azza wa Jall e sprovon Ibrahimin alayhi salam. I kërkon atij një sakrificë, e cila ishte shumë e vështirë. Allahu I shpall Ibrahimit alayhi salam me anë të ëndrrës, dhe ëndrrat e profetëve janë shpallje, sikur ai do të therte fëmijën e vet. Pra Ibrahimi alayhi salam shef në ëndër sikur po therte djalin e tij Ismailin. Edhe e pyet të birin, I thotë që kam parë në ëndër sikur unë po të therr. Si të veproj? Ismaili gjithashtu ishte I ditur dhe I thotë: O baba im, ky është urdhër nga Allahu Azza wa Jall, prandaj zbatoje këtë urdhër. Bindju urdhrit të Allahut. Dhe cili nga ne do e bënte një gjë të tillë? Kush ishte ai prind që do ishte I gatshëm të bënte kurban djalin e tij?
Apo kush ishte ai fëmijë që nëse babai i tij do i kërkonte një gjë të tillë, do ishte i gatshëm që ta ofronte këtë gjë. Ti thoshte bindi urdhrit të Allahut azza wa xal. Dhe kur të dy u bën gati, pra ju nënshtruan urdhrit të Allahut azza wa xal dhe bëri gati thikën për ta bërë kurban djalin e tij, aty Allahu azza wa xal e thërret dhe i thot: e përmbush atë që tu kërkua. Atë që tu kërkua me anë të ëndrrës, ti e përmbushe. Dhe Allahu e zvendëson që në vend që Ibrahimi alayhis salam të therte birin e vet, ja zvendëson këtë me kurbanin. Dhe ky është ai kurban që ne njohim tani. Ky është ai kurban që ne bëjmë në këtë kohë, që sot është festa, dita e Kurban Bayramit. Ibrahimi alayhis salam quhet Khalilullah, i dashuri i Allahut azza wa xal. Dhe jo në kot e ka marrë këtë emër. E ka marrë këtë emër sepse ka qenë shumë i përkushtuar, shumë i bindur dhe ka sakrifikuar shumë për Allahun azza wa xal. Dhe kështu duhet të jetë çdo besimtar. Besimtari i cili beson Allahun azza wa xal, beson profetin sallallahu alaihi wasallam, duhet të sakrifikojë për hir të Allahut azza wa xal. Të gjithë dimë që Allahu na ka urdhëruar që të besojmë në të, ta njësojmë Allahun azza wa xal, mos ta adhurojmë dikë tjetër veç tij. E nëse dikë e thërret vetja e vet, i thotë që bëj siç bëjnë njerëzit e tjerë. Njerëzit e tjerë i luten varreve, i luten gurëve, i luten pemëve, e shumë lloje apo gjërave të tjera. Nëse dikush ndjen nga vetja e vet që thotë bëj si bëjnë njerëzit e tjerë, jo, dije që kjo që të ka kërkuar Allahu azza wa xal, aty është shpëtimi. Allahu na ka urdhëruar që ne të falemi. Edhe rahatin e duan të gjithë. Nëse dikujt i thot vetja e vet që s'ke pse falesh, mos e prish rahatin tat. Jo, kundërshtoje veten tate dhe bindju asaj që ka kërkuar Allahu azza wa xal, sepse ajo është më e mira për ty. Allahu azza wa xal na ka kërkuar neve që ta agjërojmë. Edhe mos të ham bukë, mos të pim nga mëngjesi deri në mbrëmje. Asnjëri prej nesh nuk do që të privohet nga ushqimet e nga mirësitë që ka. Përse jo, njeriu duhet ta kundërshtojë vetveten dhe t'i bindet asaj që ka urdhëruar Allahu azza wa xal, sepse nëse e kryen atë, atëherë do të jetë i fituar. Allahu na ka urdhëruar që të japim zakat, të japim një pjesë të pasurisë tonë, të ndihmojmë ata që janë të varfër e që janë në nevojë. Të gjithë njerëzit e duan pasurinë e tyre. Të gjithë njerëzit kanë në vetvete një lloj kooperacie. Përse jo, njeriu i dhe gjithmonë përparësi urdhrit të Allahut azza wa xal dhe duhet të jetë gjithmonë i gatshëm të sakrifikojë për hir të Allahut azza wa xal. Pra, le të dimë që të gjitha sakrificat që ne po bëjmë, ne po besojmë Allahun azza wa xal, nuk po i bëjmë atij shirk. Ne po falim namazin, po agjërojmë, po japim zakatin, sakrificat tona nuk krahasohen kurrë me sakrificën që ka bërë Ibrahimi alayhis salam, i cili ka qenë i gatshëm të therte djalin e tij. Çdo sakrificë që bën muslimani e ka shpërblimin tek Allahu azza wa xal. Dhe Allahu thot: "Fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Allahu nuk e humb shpërblimin atyre të cilët janë punë mirë. Allahu akbar, la ilaha illa Allahu, Allahu akbar walillahil hamd. Të nderuar vëllezër dhe motra, bërja e kurbanit është traditë e profetit sallallahu alaihi wasallam, është sunet i profetit sallallahu alaihi wasallam. Kurbani në vetvete tregon që besimtari është i gatshëm të sakrifikojë për hir të Allahut azza wa xal. Dhe është bindje ndaj Allahut. Tregon që ai është i bindur ndaj Allahut, i cili e ka krijuar dhe është i gatshëm që të sakrifikojë për Allahun. Çdo person i cili ka bërë kurban, le të di që Allahu azza wa xal të ketë parasysh fjalën e Allahut ku thotë: "Lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allahu azza wa xal nuk i shkon as mishi dhe as gjaku i kurbanit. Por sa ajo që arrin tek Allahu azza wa xal është devotshmëria juaj. Kush ka bërë kurban, le të di që ka zbatuar atë që është tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam. Le t'i gëzohet kësaj dite, kësaj feste, le të shpërndaj kurbanin tek të afërmit e vet, si dhe të varfërit. Dita e kurbanit është një ditë në cilën njeriu duhet të reflektojë. Nëse njeriu ka zënka, mospajtime, inate, të gjitha këto duan sheshuar. Nëse njeriu ka dikë nga vëllezërit e vet, nga shokët e vet, nga të afërmit e vet,
me të cilët është i hidhëruar, duhet ja anashkaloj të gjitha këto. Dhe le të ketë parasysh fjalën e Allahut Azza wa Jall, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah." Ai person i cili fal, toleron edhe rregullon, shpërblimin e tij ai ka tek Allahu Azza wa Jall. Ky person e ka shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall si në këtë botë si në botën tjetër. Cili nga ne nuk do donte që të kemi shpërblimin tek Allahu Azza wa Jall, na pres shërbimi jon tek Allahu Azza wa Jall ditën e gjykimit. Atë ditë që njeriu nuk pyet as për babe, as për nan, as për vlla, as për motër, as për grua, e as për fëmijë. Atë ditë njeriu do të ketë shumë nevojë për shpërblime. Prandaj vëllezër, të gjithë kemi këtë mundësi. Nëse dikush nga të afërmit tan na ka hyrë në hak, le ta tolerojmë atë. O ti person i cili nuk flet me vllajën tat, nuk flet me motrën tate. Kujto fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam që thot: "Ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Allahu nuk i shton një person i cili toleron, i cili fal veç se krenari. Të falësh, të tolerosh të tjerët nuk është dobësi. Përkundrazi, do vullnet të fortë dhe një zemër të madhe. Kujtoni fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam i cili thot: "Shfrytëzo 5 gjëra para 5 të tjerave. Shfrytëzo rinin para pleqërisë. Shfrytëzo shëndetin para sëmundjes. Shfrytëzo pasurinë para varfërisë. Shfrytëzo kohën e lirë para se të jesh i angazhuar dhe e fundit shfrytëzo jetën para se të vdesësh." Lutim Allahun Azza wa Jall të na bëjë nga ata që e dëgjojnë fjalën dhe e praktikojnë atë në mënyrën më të mirë dhe të na bëjë dobi me këto që dëgjuam. E them këtë fjalë dhe i kërkoj Allahut falje për ju dhe për vete. Kërkojni falje Allahut sepse ai është falës mëshirues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Lavdërimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, salavatet dhe selamet e tij qofshin mbi profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili është dërguar si mëshirë për mbar njerëzimin, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që i ndjekin me vepra të mira deri në ditën e gjykimit. Musliman dhe muslimane, besimtar dhe besimtare, dim që Allahu Azza wa Jall i ka krijuar njerëzit dhe gjithë krijesat, njerëzit dhe xhindët që ata vetëm ta adhurojnë atë. Ky është qëllimi për të cilin jemi krijuar. Ky është qëllimi për të cilin kemi ardhur në këtë botë. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar xhindët dhe njerëzit për gjë tjetër veçse që të më adhurojnë mua. Muslimani i cili adhuron Allahun Azza wa Jall, i cili thot fjalën la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah, nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet veç Allahut Azza wa Jall dhe Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ai person i cili e thot këtë fjalë me të cilën e cila është çelësi i hyrjes në Islam, nuk i lutet dikujt tjetër veç Allahut. As njerëzve të vdekurve, as varreve, as gurve, as dikujt tjetër veç Allahut. Nuk bën kurban për dikë tjetër veç se për Allahun Azza wa Jall. Ky person është larg bestynive dhe besimeve që sende apo gjara patkoj apo syri mirë që vendosin apo dordoleci të ruan nga syri keq, të largon të këqijat apo të sjell të mira. Ai person i cili e beson Allahun dhe profetin e tij sallallahu alaihi wasallam është larg të gjithave këtyreve. Ai person i bindet Allahut, urdhrave të Allahut Azza wa Jall, i bindet urdhrave të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe është i bindur që të gjithë do të ringjallemi pas vdekjes dhe do të japim llogari para Allahut Azza wa Jall për të gjitha punët të cilat kemi vepruar. Lum si ai person i cili është bindur Allahut Azza wa Jall dhe profetit të tij. Lum si ai i cili ka kryer urdhrat e Allahut dhe të profetit sallallahu alaihi wasallam e nuk i ka hyrë të tjerëve në hak. Dhe mirë për atë person që nuk e thot fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Mirë për atë person i cili kujton që ka ardhur në këtë botë thjesht sa për të jetuar në të dhe nuk do të merret në llogari. Mirë për atë person që nuk i është bindur urdhrave të Allahut Azza wa Jall. Mirë për atë i cili i ka hyrë në hak të tjerëve. E secili do të jap llogari para Allahut Azza wa Jall për të gjitha veprat që ka bërë. E nëse gjen shpërblim ditën e gjykimit, atëherë le të falenderoj Allahun, e nëse gjen diçka tjetër, le të mos fajsoj veçse veten e tij. Të dashur vëllezër, të nderuara motra,
Sot është dita e Bajramit. Është fest, një prej festave të mëdha islame. Dhe të jetë kjo ditë ndryshe nga ditët e tjera të jetës tonë të përditshme. Vizitoni të afërmit tuaj, jepni sadaka, bëni bamirësi, qoftë edhe pak, vishni rroba të reja dhe falenderoni Allahun Azza wa Jall për këtë mirësi që ju ka kapur, si dhe lutni Allahun Azza wa Jall që gjithmonë na zaj çdo vit Bajramin ne të jemi në gjendje më të mirë akoma. Allahu Azza wa Jall i ka krijuar njerëzit që t'i binden atij, dhe besimtari gjithmonë kalon nga një adhurim në tjetrin gjatë gjithë vitit. Besimtari e ka gjithmonë mundësinë se si të afrohet tek Allahu Azza wa Jall. Dhe dim që Allahu është ai i cili i fal gjunahet dhe e pranon pendimin e atyre që pendohen sinqerisht tek Allahu Azza wa Jall. O ju vëllezër, motra, nëna dhe baballar, jini shembuj për familjet tuaja, jini shembuj për fëmijët tuaj. Profeti sallallahu alaihi wasallam tregon një hadith se muslimanët me besimin më të plot janë ata të cilët kanë moralin më të mirë. Dhe vazhdon hadithi thotë, dhe më të mirët për jush janë ata të cilët janë më të mirë me gratë e tyre. Silluni mirë me të gjithë njerëzit e familjes, respektoni më të madhin, mëshironi më të voglin, njihni të drejtat e secilit prej tyre. Nuk duhet të jeni si ata persona të cilët kur janë jashtë me shoqërinë sillen shumë mirë, ndërkohë kur kthehen në shtëpi sillen vrazhd dhe bëhen të egër. Mos u bëni si ata persona që me shoqërinë shpenzojnë dhe tregojnë shumë bujar, ndërkohë që me familjarët e tyre, me fëmijët e tyre, me gratë e tyre tregojnë shumë dorë shtrënguar. Kujtoni fjalën e profetit sallallahu alaihi wasallam ku thotë: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Secili për jush është bari dhe secili për jush është përgjegjës për kopen e tij. Prandaj secili le të marrë përsipër ato obligime, ato detyra të cilat Allahu Azza wa Jall i ka ngarkuar me to dhe ja ka dhënë ato mbi shpatulla. Ata të cilët i kanë prindrit gjallë duhet të dinë që Allahu Azza wa Jall ka urdhëruar që mos ta adhurohet tjetër kush veç tij dhe që personi të sillet mirë me prindrit. Nëse njeriu i ka prindrit gjallë, kjo është një mundësi e madhe që Allahu Azza wa Jall ja ka dhënë atij që ai të fitojë shpërblime tek Allahu Azza wa Jall. Mjafton të dimë që Allahu ka përmendur bashkë urdhrin për të adhuruar Allahu bashkë me urdhrin për respektimin dhe sjelljen mirë me prindrit. Prandaj vëllezër, le ta shfrytëzojmë të gjithë këtë kohë që i kemi prindrit gjallë dhe të sillemi me ta mirë para se të jetë vonë. Lutim Allahun Azza wa Jall që të na pranojë neve të gjitha adhurimet të cilat kemi kryer, të kemi harmoni dhe mirësi të gjithë në familjet tona dhe Bajrami tjetër të na kapi dhe të jemi në gjendje akoma më të mirë. Mos të harrojmë ata musliman në Palestinë e në Gaza të cilët po vriten e po shfarosen për shkak se ata kanë besuar Allahun Azza wa Jall, të cilët po përballen me një shfarosje të paparë në këtë shekull. Dhe fatkeqësisht jemi duke e parë për ditë live dhe asgjë nuk po bëhet. Lutim Allahun Azza wa Jall t'ia uletsojë atyre, t'i shërojë ata të cilët janë të plagosur dhe të sëmur, t'i mëshirojë ata të cilët kanë vdekur dhe të ndëshkojë armiqtë e tyre me ndëshkimin që meritojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Edhe një herë tjetër, Allahu na e pranon gjitha veprat e mira, gëzuar Bajramin e çdo vit dhe qofshi tek Allahu Azza wa Jall më afër. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.